21 piktor të vegjël të shkollave publike dhe jo publike të Durrësit janë bërë pjesë e ekspozitës Verë me Penel dhe Fantazi, të hapur para ditën e sotme në ambientet e qendrës kulturore të fëmijëve Durrës. Ata u prezantuan me 39 tablo, pjesa më e madhe të cilave sillnin në telajo, detin, energjinë verore, ngjyrat e bukura të peizazheve në këtë sim të nxehtë e të tjerë. Për rreth 2 javë, voglushët kanë punuar për realizimin e këtyre tablove, duke miksuar në telajo të kaltrën e qiellit dhe të detit, por dhe morinë e ngjyrave të tjera, që dominojnë motivet verore. Kam bërë një me det dhe një me natyrë. Pse ke për detin? Të pëlqen shumë deti? Po, më pëlqen dhe pas me zyshën, edhe zyshën si ka pëlqyer. Unë kam bërë një piktur detin duke përvajsuar stilin e verës, me qenë se deti është një simbol i veçantë. Unë këtu kam vizatuar perëndimin e diellit. U frymëzova nga ngjyra dhe nga dashuria e detit, sepse unë kam shumë qejf detin. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për 1 javë dhe të gjithë anëtarësit durrësak do të mund ta shohin nga afër në ambientet e QKF Durrës. Tema e kësaj ekspozite është Verë me Penel dhe Fantazi. Janë pjesëmarrës 21 fëmijë dhe 39 materiale piktura, të cilat janë sjellë tematike për këtë ekspozitë, e cila do të qëndrojë e hapur për 1 javë. Të gjitha këto materiale që ju shikoni të ekspozuara sot në galerinë e qendrës kulturore të fëmijëve janë materiale dhe punime të cilat janë krijuar enkas për këtë ekspozitë. Pra fëmijët për rreth 2 javë të plota kanë patur hapësirën dhe kohën e dur për të sjellë materialet të krijimit të tyre. Për të gjithë fëmijët pjesëmarrës në ekspozitë, stafi i qendrës kulturore të fëmijëve shpërndau certifikata mirënjohje për impenjimin e treguar prej tyre në këtë ekspozitë kolektive.